Në kujtes, 17 shkurti. Po, 17 shkurti është dita e fejesës. Për ne që kemi qenë ushtar, 17 shkurti simbolizon fejesën. Për arsye se ëndra jonë, kur është nis lufta, dhe betimi jonë ka qenë shtlirim dhe bashkim të trojave shqiptare, gjithsesi bashkim me Shqipërinë. Dhe ne e kemi pendes për arsye se s'kemi mbri me qu amanetin vend. Mirë po, ka qenë një hap i madh drejt atij synimi. Mirë po, Drejt martesës. në secilin përvjetor, na mungojnë shokët. Na mungojnë njerëzit që pa ta nuk do t'ishte e mundshme liria. Dhe veçmas, kur i shohim fëmijët të dëshmorëve që rrit pajshë ju për ehrin e prindërve, apo gratë e veja të reja që i kanë lanë burrat kur kanë ra dëshmorë, e i kanë rrit me shumë mund dhe shumë peripeti, e sot ishe njerëzit që flasin me zero konsiderat për krejt atë sakrificë, për arsye se cili prej tyre e ka pas një jetë. Mirë po, nëse ishe njerëzit që kanë qenë të rreshtuar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, njerëzit moshërritur apo të pjekur, si thot populli, për luftë, nga mosha 40 vjeçare, ushtria çlirimtare në nivel Kosove i ka pas 3.000 njerëz. Nga